بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mirë vllazni, por I kthehemi prap me ligjëratën e ndërimit të kanallit. Dhe kjo ligjëratë do të jetë vazhdimsi e kapitullit cilën kemi hyrë dhe kemi marrë gjithsej ligjëratën se nuk ka bëjë deri tash, që ka të bëjë rreth edukatave në kryerjen apo pastrimin nga nevojat fiziologjike dhe rreth dispozitave që kanë të bëjnë me të. Kemi marrë istinxhanin dhe kemi treguar se çka është kuptimi I tyre dhe gjykimi I tyre. Pastaj kemi filluar në këto edukata, ku disa prej tyre janë synete dhe e kemi marrë disa prej tyre, ose nëse ka pas që e kemi kundërshtu, që ka qenë diçka e veçantë me dhëb e kështu me radhë. Pastaj, ligjëratën e fundit, domthonjë kemi diskutuar rreth gjërat e papëlqyeme apo gjërat e urryra dhe kemi thënë se këtu domthonjë njeriu nuk bën gjuna, mirë po prej edukatës është që të mos veprohen. Pastaj autori vazhdon dhe I përmend gjërat të cilat janë të ndaluara. Atëherë autori vazhdon dhe thotë وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. Mirë. Dhe kjo është gjë e parë për cilën autori po e përmend. Dhe është drejtimi, ndalohet thot drejtimi nga kibla ose kthimi me shpinë. Me ja kthy shpinën kibles jashtë ndërtesave. Domethënë në vendet e hapura, qoftë a shkretëtirë ose çfarëdo vendi që është I hapur, domethënë nuk është vend I mbyllur I cili është I caktuar për kryerjen e nevojave fiziologjike. Ky është edhe mendimi në medhheb, domethënë ky përkufizim I cilën po e bën, se kjo ndalesë vlen vetëm për vendet e hapura dhe jo që domethënë nëse për shembull banjë që kemi në banesë ose në shtëpi. Ky është mendimi I medhhebit. Dhe në këtë çështje ka khilaf për cilën ne do të flasim inshallah. Domthonjë kemi mos pajtim në këtë çështje dhe këtu inshallah po I përmendimi 5 mendime. Dhe pastaj do e marrëm mendimin I cili është më I saktë inshallah, me argumente. Mirë, domthonjë medhhebi Hanbali që autori po e përmend, po thotë që ndalohet vetëm në vendet e hapura. Që do të thotë edhe nëse njeriu domethënë po ndërtoi ka një shtëpi ose momenti kur banesën ose çka do që tjetë dhe I bën domethënë banjën të tillë që tjetë drejtim kibles apo me shpinë ka kibla, atëherë punën kuptohet prej saj që një gjë e tillë që ka lejuar. Mirë, cilat janë argumentet rreth kësaj? Mirë, para se me ty argumente, kjo është medhhebi po ashtu edhe medhhebi malikive edhe I shafive, që e kanë këtë mendim. Mirë, tash po I marrëm argumentet të cilat po I ndalojnë kthimin nga kibla apo me kthy shpinën asaj. Këto argumente kanë më na përcjell, për shkak se janë të njëjta argumente edhe rreth mendimeve të tjera. Mirë po, pastaj përmendet disa mendime, disa argumente tjera që e përkufizojnë çështjen edhe ka lind mos pajtimi në këtë mesele. Argumenti I parë që e përmendëm është hadithi I Ebu Ejubit në dy sahihat ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha ataytumul gha'ita fala tastaqbilu al-qibla wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu. Thot nëse dikujt ka nevojë që për përjashtë ose për urinim, për kryer nevoja fiziologjike, mos u drejtoni ka kibla, mos u drejtoni me fytyrë ka kibla dhe mos ja ktheni shpinën asaj. Mirë po ktheuni nga lindja ose perëndimi. Kjo është argumenti I parë dhe urdhër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që një gjë e tillë nuk lejohet dhe është e ndaluar. Argumenti I dytë është hadithi I Salmanit në Sahihin Muslim, ku thot laqad nahana an nastaqbil al-qibla li gha'itin aw bawl. Na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
që ta kthehemi me fytyrë ka kibla nëse jemi dy kry nevojat fiziologjike që është ka përmendur për jashtëqitje apo qofta jashtëqitje apo urinim. Ky është argumenti i dytë i cili na ndalon një gjë të tillë. Pastaj është hadithi i Abu Hurairës ku thot idha jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbil al-qibla wala yastadbirha. Nëse dikush ulet për me kry nevojat fiziologjike, mos let kthehet, me fytyrë, mos drejtohet ka kibla dhe mos ja kthen shpinën asaj. Këto janë argumentet të cilat e bëjnë të qartë dhe dikun, siç e përmend edhe Ibn Qayyimi, janë përmbi 10 argumente të cilat e tregojnë ndalesën në këtë çështje. Që njeriu gjatë nevojave fiziologjike mos më u kthy ka kibla dhe mos më ia kthy shpinën asaj. Mirë, ku lind tash khilafi? Ai mos pajtimi mes dietarëve. Kemi një hadith që është hadithi Ibn Umerit ku thot رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجتي مستقبل الشام مستدبر القبلة. Thot kam hyp, më është dash me hyp në mbi shtëpinë e motrës sime Hafsës, mbi çati, edhe kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ulur duke kryer nevojën fiziologjike. Mustaqbil al-Sham drejtim me fytyrë ka Shami, ndërsa me shpinë ka kibla. Kështu që këta ulemat, sidomos madhhebit dhe ata që e kanë këtë mendim, thonë përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me shpinë ka kibla, ka kthy shpinën kiblës, atë kjo po tregon për kufizim tash, po kufizon çështjen që po u lejoj ka nëse ajo është brenda një vendit të mbyllur, ndërtesë. Qoftë brenda në shtëpi ose në banesë ose nëse është për shembull banjo e cila është e destinuar për mi kry nevojat fiziologjike, qoftë edhe në vende publike, është vendi i mbyllur i posaçëm për krye nevojat fiziologjike, atëherë nga ky hadith po nënkuptojmë që një gjë e tillë lejohet. Mirë po, kufizohet vetëm në ndërtesë, nëse është e bën për atë çështje, ndërsa jashta nuk lejohet një gjë e tillë. Kjo është argumenti i cilën këta e marrin dhe e lejojnë një gjë të tillë. Pastaj kalojmë në mendimin e dytë. Mendimi i dytë është se një gjë e tillë është e ndaluar në mënyrë absolute, qoftë jashtë, qoftë brenda, pa dallim. Dhe argumentet rreth kësaj çështje është argumentet të cilat i përmendëm. Hadithin e Abu Ayubit, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos më u kthy ka kibla dhe mos më ia kthy shpinën asaj dhe më u kthy ka lindja ose perëndimi. Edhe hadithin e Selmanit që tha që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka ndaluar për një gjë të tillë. Po ashtu hadithi e Abu Hurairës që përmendëm se dikush ulet mos kthehet ka kibla apo më ia kthy shpinën asaj. Këto hadithe të cilat thanëm përmenden në çdo mendim. Kështu që thonë këto hadithe janë qartë dhe shumë hadithe tjera që e ka përmendur Ibn Qayyimi, që janë më shumë se 10, po tregojnë qartë që një gjë është e ndaluar. Çka më bota tash argumentet të cilat ata kanë marrë, e përmendëm edhe pasi do ta përmendim më vonë. Mirë po, si lloj argumenti është që vepra nuk jepet përparësi para fjalës. Fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka përparësi, pastaj vepra, që do e përmendem inshallah më vonë prapë. Pastaj thonë argument tjetër është që ajo sebepi, shkaku i kësaj është që të ketë me madhru njeriu shenjën për shenjën të Allahut që është qabja, me nderu dhe me respektu ata. Kështu që kjo gjendet qoftë si brenda, qoftë jashtë. Pastaj pse të lejohet jashtë? Nëse themi që është brenda dhe ti qenë ke i kufizu ose pas ke pengesë mes teje dhe kibles, atëherë edhe jashtë kemi shumë pengesa mes teje dhe kibles, sa shtëpia, sa bjeshka e male gjendet, atëherë kjo nuk kupton që ke pengesë. Andaj nëse themi që
i rrethekun me pengesë dhe një gjë e tillë po lejohet, që po kuptohet prej hadithit, cilën e përmenëm, hadithin e Ibn Omerit, atëherë me këtë rast thejmë edhe që lejohet edhe jashtë. Kështu që për këtë shkak themi që e ilja ose sebepi është i njëjtë, qoftë jashtë qoftë brenda, dhe hadithet janë shumë të qarta që një gjë ndalohet. Edhe kjo është mendimi i medhhebit Hanefi. Do unë i përmenëm tri medhhebet tjera, të cilat e kanë mendimin e parë, dhe ky mendim është mendimi i medhhebit Hanefi. Po ashtu është një rivajet tjetër që edhe brenda medhhebit Imam Ahmedi është rivajet nga Imam Ahmedi që e përmend këtë mendim. Po ashtu është mendimi i Ibn Hazmit, Ibn Mas'udit, po ashtu vetë ky që ka transmetuar hadithin që është Ebu Ayyubi e ka këtë mendim. Kështu e ka kuptuar hadithin e pejgamberit sa që nuk lejohet një gjë e tillë, qoftë jashtë, qoftë brenda. Po ashtu ky mendim e ka zgjedhë edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija, po ashtu Ibn Qayyimi, Sheikh Albani rahimahullah jamian. Po ashtu edhe përmendën ona Sheikh Ibn Bazi që kjo është më parsore, që një gjë e tillë nuk lejohet, si jashtë si brenda. Dhe argumentet i përmendëm rreth kësaj çështje. Mendimi i tretë thonë lejohet. Don e kundërta e kësaj, don lejohet pa përjashtim thonë. Qoftë jashtë, qoftë brenda. Don edhe argumentohen me hadithin e Ibn Umerit. Të përderisa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam don u po që e ka kthy shpinën në kibles, atëherë vepra e tij na tregon se një gjë lejohet. Po ashtu e përmendin në një hadith tjetër që është hadithi i Gjabir, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka ndalu që me kthy shpinën kibles apo me u kthy ka kibla me vendet tona të tërshme duke derdhur ujë, domethënë është për qëllim duke urinu. Pastaj thotë e kemi pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke urinu dhe ka qenë në drejtim të kibles. Kështu që këta po thonë që kjo hadith tregon që një gjë e tillë po u lejoj. Domthon tash po thotë i abrogon ato hadithet tjera. Domthon një gjë e tillë po lejohet, sepse ka qenë pak para vdekjes së tij. Mirë po, për këtë hadith edhe nëse themi që disa dietar e kanë saksu, kemi edhe disa dietar të tjerë që e kanë bërë të dobët. Po ashtu, kundër argumenti kësaj çështje është se fjala është para veprës. Fjala është para veprës. Që do përmendim prapë. Pastaj mendimi tjetër është që është ndaluar drejtimi nga kibla edhe kthimi me shpinë kibles në vendet e hapura. Ndërsa brenda ndërtesave ndalohet vetëm drejtimi nga kibla. Argument për këto morën hadithin e Ibn Omerit. Prapë. Don hadithi Ibn Omerit, përderisa ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë me shpinë ka kibla, atëherë kjo tregon vetëm për këtë çështje specifike. Do të thonë që lejohet vetëm kthimi i shpinës brenda një vendi, do të thonë brenda ndërtesës, do të thonë brenda asaj si dhomë ose çka do të jetë, do të thonë që është e destinuar për mi kry nevojat fiziologjike, banje, tualet ose çka do që t'i themi. Do të thonë këta tash po specifikojnë. Ata më herët e pam që e morën argument që lejohet edhe kthimi nga kibla edhe me kthy shpinën kibles. Për shkak kësaj vepre. Ndërsa këta po specifikojnë, jo, pejgamberi ka qenë vetëm me shpinë po thonë. Kështu që lejohet vetëm me kthy shpinën. Edhe kjo është mendimi edhe i Sheikh Ibn Uthayminit, Allahu mëshiroft. Pastaj mendimi i tjetër thonë qëllimi i ndalesës nuk është gjykimi haram, që po përmend autori, mirë po është gjykimi mekruh, është e papëlqyeshme. Dhe argument prapë është argumenti i njëjtë i Ibn Omerit. Po ashtu edhe argumenti tjetër që e përmendur. Do të thonë, çka po thonë? Po thonë, përderisa po kemi tash argument që pas ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një gjë të tillë, do të thonë pas ka kthy shpinën kibles, atëherë kjo nuk kupton që tash nga gjykimi haram ka lënë në gjykimi mekruh. Për shkak këtyne dy haditheve. Që don sipas tyne don kemi fjalën që kundërshton me vepër, atëherë themi që gjykimi nuk qen ka haram, po qen ka papëlqyeshme.
që nga e papëlqyeshme. Mirë, cili është mendimi inshallah më i përafërt në këtë çështje? Mendimi më i përafërt në këtë çështje dhe inshallah më i saktë është mendimi i dytë, cilën e përmendëm që është ndaluar me pa përjashtim. Do anë qoftë ajo jashtë apo brenda, në vendet e hapura apo brenda, do në banjë, tualet, atëherë themi që është ndaluar për shkak të haditheve të shumta që tregojnë qartë nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që një gjë e tillë nuk lejohet. Ndërsa ato argumente të cilat kanë ardhur që një gjë të tillë pas ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kanë dy hadithe të cilat i përmendëm, themi fjala ka përparësi para veprës. Pse? Për shkak se vepra ka probabilitete të shumta, ka mundësi të shumta. Ka mundësi për shembull që ajo gjë, ajo vepër e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e ka pa Ibn Omeri, ndoshta ajo ka qenë duke u pastru, nuk ka qenë duke kryer nevojën fiziologjike. Ka mundësi që ka pas arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka qenë vendi i tillë që nuk ka mujt me kry domthon, ose nuk ka mujt me u largu që mos me kanë me shpinë nga kibla, ose ndonjë arsye tjetër. Domthon ka arsye të cilat nuk mund me ditë për shkak të mundësive të shumta se cila ka qenë shkaku që e ka vepruar një gjë të tillë pejgamberi. Ndërsa fjala është e qartë. Fjala është e qartë dhe kemi hadithe të shumta besa në këtë çështje e cila e ndalon një gjë të tillë. Andaj fjala i jepet përparësi para veprës. Do për shkak se vepra ka shumë mundësi që me pas arsye ose çfarë do qoftë, kështu që nuk jemi të sigurt në atë çështje se themi një gjë e tillë lejohet. Mirë, domthon kur themi se nuk lejohet, domthon drejtimi nga kibla dhe kthimi i shpinës nga kibla, çka po nënkuptojmë? Po nënkuptojmë që këtu nuk po hyn, po kuptojmë që është duke kryer nevojën dhe nuk hyn duke u pastruar. Domthon nëse njeriu është duke u pastruar, atëherë në këtë çështje që është më e lehtë. Edhe pse këtu ka khilaf. Mirë, po khilafi është a është e urryme apo jo. Domthon medhhebi Hanbeli thotë që drejtimi nga kibla me fytyrë, edhe nëse je duke u pastruar, është makruh, është e urryme. Ndërsa Hanefit thonë edhe me kthy shpinën, edhe me kthy ka kibla me fytyrë, prapë është makruh, domthon e urryme. Ndërsa Shafi thonë që kjo gjë domthon nuk është e urryme, mirë po është e lejueshme. Qoftë me kthy ka kibla ose qoftë me kthy shpinën. Domthon kur je duke u pastruar, dhe inshallah kjo është më e saktë. Domthon që gjatë pastrimit nuk hyn kjo ndalesë. Mirë po gjatë kryerjes së nevojave hyn ndalesa në këtë çështje. Mirë, domthon kjo ishte shpjegimi edhe detajizimi i kësaj çështje duke i përmend khilafin dhe mospajtimin e dietarëve, dhe tham se mendimi më i saktë inshallah është mendimi i dytë, që kjo gjë është ndaluar pa përjashtim. Mirë, po nëse njeriu has në një vend ku ajo është e kthyme tashmë, vendi ku ka me kry nevojën është e kthyme ka kibla, ose i bjen që me pas shpinën ka kibla, çka veprojmë? Ebu Ejubi e përmend këton hadithin e lartë përmendur, që domthon kur kanë has domthon në kësi tualete që kanë qenë domthon të tilla, atëherë thotë jena mundu me ndrru pak drejtimin, edhe kur kena dalë domthon nga banjo kena kërku falje Allah subhanahu wa taala. Andaj edhe kjo është përgjigja për këtë çështje. Nëse njeriu has në vende të tilla, banjë të tilla që i duhet patjetër, nuk ka çka më bë, mundohet. Nëse ka mundësi me largu pak, domthon me ndrru pak drejtim, mirë. Dhe kërkon falje prej Allah subhanahu wa taala, dhe Allah nuk e ngarkon askënd për te mundësive. Mirë, pastaj autori vazhdon dhe përmend çështjen tjetër rreth këtyre gjërave, domthon gjërave të ndaluara. Dhe thot wa lubthun fawqa al-haja, dhe qëndrimi i gjatë në tualet pa nevojë. Qëndrimi i gjatë në tualet pa nevojë, autori po përmend si një gjë haram, një gjë të ndaluar. Dhe këtu i përmendën disa arsye rreth kësaj çështje.
Arsyeja e parë se është qëndrim i zhveshur, qëndrimi i zhveshur i njeriu, duke i shfaq pjesët e turshme të tij pa arsye. E kjo në mëdhëbin Hanbeli është një gjë e ndaluar, haram, nëse dikush veç i shfaq pjesët e turshme, edhe nëse është vetë për shembull. Është pa kurfar arsye dhe është e ndaluar. Pastaj arsyeja tjetër është se thuhet se është e dëmshme për shëndetin. Nëse një gjë e tillë argumentohet ose vërtetohet, atëherë themi që është ndaluar. Për shkak se ne nuk duhet me dëmtu shëndetin tonë. Siç e dim, Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Wala taqtulu anfusakum", dhe mos i mbytni vetët e juaja. Kjo është një gjë e ndaluar dhe nuk lejohet, kemi marrë përgjegjësi për të. Andaj nëse kjo vërtetohet, atë nuk kemi problem në gjykim. Themi që një gjë e tillë është e ndaluar. Për shembull, nëse disa kanë përmend që kjo mundet me shkaktu njëri, me pas probleme me heromoid ose ndonjë problem tjetër shëndetësor, atë padyshim që kjo gjë është e ndaluar dhe nuk lejohet me u bë. Pashtu e kanë përmend se ky vend konsiderohet vendi qëndrimi i shejtanëve. Nuk është një vend i cili duhet qëndrohet në të, ose vendi i gjinëve, ose është një vend ku nuk përmendet Allah subhanahu wa taala, dhe kjo tregon që një gjë e tillë nuk është për edukatës muslimanit që me u vepru. Edhe pse këtu kemi mendimin tjetër që thonë nuk është e ndaluar, po është mekruh. Mirë, po sido që tjetë, ky khilaf po tregon që kjo gjë nuk është edhe aq e lehtë sa që mendojmë, sidomos në kohën e sotme, që njerëzit janë sprovu fatkeqësisht, edhe musliman, që ndoshta telefoni i tyre e bën që me qëndru ata më shumë se sa që kanë nevojë. Andaj muslimanit nuk i takon kjo edukatë edhe duhet me u largu prej kësaj çështje. Mirë, kjo është çështja e dytë për cilën e përmend. E përmendëm që ka që thonë edhe është mekruh për shkak se nuk kemi ndonjë hadith ose një argument që e përmend si të ndaluar ose si haram. Andaj për shkak kësaj nuk themi se është gjë haram, po është mekruh. Mirë, po sido që jetë, po nuk kuptohet që është një edukat jo e mirë, që nuk i takon muslimanit me vepru. Mirë, po thamë, nëse është e dëmshme për shëndetin, atëherë një gjë e tillë nuk lejohet. Një gjë e tillë për shkak se po shkatërron shëndetin e tij. Dhe për këtë ka përgjegjësi. Pastaj autori po vazhdon edhe përmend çështje tjera dhe po thotë wa bawlun fi tariqin maslukin wa nahwi. Dhe urinimi në rrugë të frekuentuara ose diçka e ngjashme me të, në vende të ngjashme me të. Wa tahta shajaratin muthmira thamaran maqsuda. Do thotë urinimi në një pemë frutdhënëse ose fruta të cilat janë destinuar për konsum, që edhe nëse nuk hahen, edhe nëse nuk i han personi mirë, po janë të destinuar me u përdor për diçka, atëherë një gjë e tillë nuk lejohet. Urinimi po përmend në rrugë të frekuentuara ose vende të ngjashme. Është rrugë ku kalojnë njerëzit. Ajo rrugë e cila zakonisht njerëzit ecin apo ndalen për me u pushu, është një vend i cili është i caktuar ose nifet që ato njerëzit ulen për me pushu, atë një gjë e tillë është e ndaluar dhe është haram që njeriu me i kry nevojat fiziologjike. Këtu edhe pse autori po përmend urinimin, na këtu po e kena përmend që kur përmendet urinimi, përfshihet edhe jashtëqitja, për shkak se urinimi është më e lehtë se jashtëqitja. Andaj përderisa kjo nuk lejohet, jashtëqitja është edhe më parsore mos më leju. Një gjë e tillë është ndaluar, po ashtu vendet me hije, ku njerëzit zakonisht ndalen për mu qëndru. Qoftë ajo hije që është ndërtuar me diçka, vendi i posaçëm, mirë, po qoftë edhe nëse është pemë. Është një pemë ku njerëzit ulen edhe pushojnë ato dhe kjo gjë është e njohur, atëherë nuk lejohet me u vepru një gjë e tillë, është ndaluar, është haram. Po ashtu urinimi në një pemë frutdhënëse. Pema që jep fruta, për shkak se kjo është mas pari gërdi për njerëz dhe nuk lejohet me i penguti edhe me kon pengesë për ta. Pastaj ka mundësi që fruti me radhën pa pastërti, ose njeriu vetë ku shkon ato me hasën pa pastërtinë cilën personi e ka lënë. Andaj kjo gjë është ndaluar dhe nuk lejohet. Po ashtu thanëm pema që nuk jep fruta, ndoshta mirë po që nuk jep fruta që hahen, mirë po përdoren për një konsumim tjetër. Çfarë që tjetë ai qëllimi, që është në të mirën e njerëzve,
atë prapë se prapë edhe urinimi tek ajo pemë nuk lejohet. Po ashtu, pemra që shfrytëzohet domthonë për hijen e saj, që e përmendëm, ku njerëzit mund të qëndrojnë ato, prapë se prapë që nuk lejohet. Edhe për këto kemi argument hadithin ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ittaqu al-la'anain, keni frikë nga dy gjëra të cilat e shkaktojnë la'anain, domthonë shkaktojnë dënimin. Domthonë e kanë pyet pejgamberin, thonë çka është kjo? Domthonë dy gjëra të cilat e sjellin mallkimin e njerëzve. Dhe sahabët e kanë pyet, çka janë këto dy gjëra? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ai I cili urinon në ose krye nevojat fiziologjike në vendet ku ecin njerëz, në vende të frekuentuara ose fi dhillihim apo në hijet e tyre, domthonë vendi ku është marrë për hije që njerëzit pushojnë atë. Domthonë ky argument po tregon që një gjë është e ndaluar, domthonë keni frikë, largohuni prej këtyre dy gjërave. Kështu që një gjë të tillë është një gjë e ndaluar dhe nuk lejohet muslimanit me vepru dhe të jetë pengesë për njerëzit. Andaj duhet kujdes për këtë çështje. Mirë, domthonë këto janë argument, këto janë ato gjëra të cilat autori I përmendi se janë gjëra të ndaluara, janë edhe disa gjëra tjera, për shembull nuk lejohet urinimi në xhami. Dhe ne e dinë hadithin ku ai beduini domthonë ka ardhur dhe ka urinu, pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka treguar që nuk lejohet dhe kjo është vend ku adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu si dobi është përmend që nuk lejohet urinimi ose jo nuk lejohet, mirë po është mekruh, është e urryme me urinu në vendin ku njeriu pastrohet. Edhe pse disa dietarë domthonë këtë çështje e kanë përmend me një kush që vendi ku pastrohet, nëse nuk ka ndonjë dalje, domthonë që rrjedh uji që mu largu domthonë pa pastërtia gjatë pastrimit, domthonë nëse urinon pastaj duke u pastru largohet, atëherë nëse nuk është një vend I tillë, atëherë nuk lejohet, atë është e urryme, po pëlqyme për shkak se has pastaj në pa pastërti. Mirë po nëse është vend ku largohet pa pastërtia, atëherë inshallah nuk ka të keqe, nuk ka të keqe thonë. Pastaj është ardhur në mesele si dobi ku e kanë përmend mirë nuk lejohet domthonë me urinu në xhami, por lejohet me urinu në enë duke qenë në xhami. Domthonë me urinu diku për shkak në enë ose shishe ose çka do të tjetë që mirë po nuk është urinim direkt në xhami. Këtu ka ardhur një khilaf, mirë po domthonë më saktë është që nuk lejohet. Nuk lejohet, domthonë një gjë e tillë. Kështu që inshallah kaq domthonë është sa I përket dersit të sotme që kanë të bëjnë me gjërat e ndaluara rreth dispozitave kryerjes nevoja fiziologjike. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.